Benet Beci ishte emri i radhës që ra në rrjeten e SPAK. Prokuroria e posaçme e dërgoi për gjykim kryebashkiakun e Shkodrës, i cili akuzohet për shkelje të barazisë në tendera, së bashku me 6 persona të tjerë. Pas lajmit të bërë publik nga SPAK, ka reaguar edhe politika. Drejtuesi politik Luciano Boçi, duke e quajtur të rënd akuzën, thotë se është koha që Beci të dorëzojë besimin me mirëbesim, pra me dorëheqje. Ndërkohë mos harrojmë se korrupsioni është status juridik e moral që ka emër konkret, nuk ka punë të mirë që e shlyen shkeljen e ligjit, ka vetëm ligj të zbatuar ose shfrytëzim posti për të përvetësuar para. Benet Beci mund të jetë më i miri i tanëve, por ama më i miri edhe në përlamjen e fondeve, thot SPAK. Kjo i humbet atij besimin që i është dhënë nga shkodranët. Besimi është moral, është karta që ti nënshkruan me publikun, është koha që Beneti ta dorëzojë besimin dhe mirëbesimin, pra me dorëheqje. Deputeti i Shkodrës Bart Spahia, përmes një statusi në rrjetin social shkruan: Rasti fundit është ai institucionit Bashkisë Shkodër të marrë peng nga një individi akuzuar tashmë zyrtarisht për vjedhje. Të jesh në akuzë me fakte për abuzim me fondet publike nuk është thjesht një procedurë ligjore, është një vdekje politike. Në çdo vend demokratik dhe për çdo njeri me pak moral, dorëheqja do të ishte dhënë sekondën e parë. Qëndrimi i pandeurit Benet Beci në zyrë, ndërkohë që mbi të rëndon akuza hajdutërisë, është një akt dhune ndaj demokracisë dhe ofendim ndaj qytetarëve shkodran. Benet Beci nuk po qeveris më, ai po fshihet mbas kulltukut dhe me këtë ai po tregon më së miri që është peng i krimit që mbështeti, por edhe të shkuarës së vet të pisët. Shkodra nuk mund të jetë mburoja një njeriu i cili kërkon të strehohet në shtëpinë e madhe të një qyteti që meriton respekt dhe dinjitet. Çdo firmë që hell sot është e njëllosur, çdo vendim që merr është i dyshimt. Ikja e Becit është e pashmangshme, por mënyra se si ai po e zvarrit po tregon se atij kur nuk i ka interesuar ky qytet, por vetëm pushteti dhe mbrojtja nga drejtësia. Hetimi për kryebashkiakun lidhet me një procedurë të zhvilluar në kohën kur Beci drejtonte Keshin, në fund të vitit 2019, për një kontratë studimore me vlerë rreth 700.000 euro, e cila kishte të bëjë me përgatitjen e një strategjie të zhvillimit të sektorit energjetik. Sipas SPAK, dokumentacioni dhe mënyra e hartimit të tenderit krijuan kushtet që gara të mos ishte reale dhe fituesi të ishte paracaktuar.